U kthyem sërish në studio, ndërkaq tani besoj që kemi në linjë të drejt për drejt edhe kryetarin Agim Aliu. Zotri Aliu, nëse po na dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Po dëgjoj, mirë se ju gjatëm dhe përshëndetje për ju dhe shikuesit e të shtatë. Faleminderit shumë. Si e kemi Ferizajin? Ferizaj, bukur, me diell dhe çdo ditë më i bukur. Ne pak më herët edhe treguam edhe për trafikun urban. Na intereson si e pritën qytetarët, a ka fillu që të përdorët edhe a keni pas komente pozitive apo negative rreth kësaj? Po, në radhë parë duhet të uroj qytetarët e komunës të Ferizajt për trafikun urban, sigurisht është diçka e re, diçka për herë të parë, dhe ne e kemi inauguruar praktikisht të premten, por ka filluar të implementuar nga dita e djeshme. Sigurisht është mirë pritur nga qytetarët e komunës së Ferizajt, sepse ferizajasët kanë mirë pritur gjithmonë projektet tona. Ne tash po hym në vitin e 8 të një transformimit të madh urban të shtetit të Ferizajt, edhe do si do që në kuadër të një transformimit të tillë infrastrukturor urban që ka pësuar Ferizajt, si rezultat i projekteve dhe vizionit ton, ishte ajo që duhet të ndodhte në fund, dhe kjo sigurisht është trafiku urban si rezultat i krijimit të infrastrukturës për të zhvilluar këtë trafik urban, dhe sigurisht se kanë mirë pritur qytetarët, prandaj edhe uroj edhe ne qytetarët, dhe njëkohësisht i ftoj që sa më shumë ta shfrytëzojnë këtë mundësi, po njëkohëshëm edhe për çdo sugjerim, për çdo kritik, për çdo kërkesë që ata mund të kenë në lidhje me trafikun urban, ne jemi të hapur dhe i mirëpresim gjithë ato, sepse në fundit është se si ta operacionalizojmë edhe më mirë këtë projekt, sepse si thash është hera e parë dhe mund të ketë aty këtu ndonjë tembete, por sigurisht se mendimin e qytetarëve, duke e parë ata nga terreni dhe nga kërkesat e tyre, ne sigurisht se do ta bëjmë edhe më mirë, edhe më funksional trafikun urban në Ferizaj. Po, në këto ditë të para, vetëm dashta me përgëzu, jo mi bona i pyetje për punën. Patjetër që po, pse jo. Çka do që bëhet që është në shërbim të qytetarëve është e mirë se ardhur, pa diskutim. Në këto ditë të para, sa ka pas interesim, mbase shumë e kanë shfrytzuar edhe për çështje kurreshtje, po sa ka qenë interesimi i qytetarëve të Ferizajt? Po interesimi sigurisht se është i madh, dhe unë po besoj se gjithnjë më shumë do të shtohet numri i udhëtarëve, madje ne do të shtojmë edhe kapacitetin e autobusëve mbasisht për nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Siç jeni ndjeni edhe ju dhe gjithë bashkëtarët të Republikës, Ferizaj është zgjeruar shumë dhe është transformuar shumë, dhe ju dini që është në mesin e qyteteve me ngritjen më të madhe të popullsisë, prandaj ka qenë nevojë që praktikisht të zhvillohet ky projekt. Sigurisht se tash është dashur të përgatitet infrastruktura dhe ne kemi bërë këtë, dhe trafiku urban vetëm sa ka filluar, ai do zgjerohet edhe në lagjet e tjera të shtetit, sigurisht se me kohën dhe me investimet që ne do i bëjmë në kuadër të cilat zona i përfshin për momentin dhe cilat janë të tjerat që pra do të zgjerohet trafiku urban, nëse mund na tregoni? E përfshin praktikisht gjithë territorin urban të komunës së Ferizajt, por mund të ketë ndonjë lagje që nuk është përfshirë, por që me kërkesat të qytetarëve ne do i rishikojmë itinerarin e udhëtimit apo vijat e udhëtimit, dhe sigurisht se do të plotësojmë ndonjë vend stacion i cili është i përshtatshëm edhe për të zhvilluar trafiku urban, por edhe njëkohësisht për të shërbyer qytetarëve në mënyrë që të jenë pjesë e këtij transporti urban. Sa kushton, në Ferizaj moti s'kemi që nuk e di ajna, sa kushton bileta në trafik urban, kryetare? Për momentin është falas dhe do t'jetë falas për një kohë, sigurisht se në një lloj promocioni, po pastaj do t'jetë sigurisht një shkem shumë i përballueshëm, shumë i lirë, por po ashtu në kuadër të kësaj ne si Shqipërisë lokale do të përgatisim edhe një pako, e cila sigurisht do t'jetë subvencion në kuadër të kategorive të caktuara, të cilat janë raste më të ndjeshme dhe sigurisht se kërkojnë mbështetjen tonë si komunë. Prandaj do t'jetë një lehtësim shumë i madh, sepse shumë nga këta qytetarë madje është dashur të përdoren edhe mjetet e tjera të transportit, dhe sigurisht ato të tjerat kanë kushtuar shumë më shumë, dhe trafiku urban është, respektivisht transporti urban, është një mundësi më e lehtë dhe më e përballueshme për gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt, duke bashkangjitur siç tashmë është tenjuar dhe stacionin e ri të autobusëve, sepse stacioni i ri tashmë është zhvendosur dhe ka mundësuar edhe një funksionalitet më të madh të çarkullimit në qytet, sepse siç thash, Petit Ferizajt është të vazhdueshëm në ngritje e sipër
të zhvillimit të tij, ku tashmë është një shtet atraktiv i vizituar nga shumë qytetarë, jo vetëm të Republikës Kosovës, po të shteteve të regionit, dhe sigurisht se ky trafik urban do të mundsoj tashmë qarkullimin jo vetëm qytetarëve të komunës Prizrejt, po dhe gjithë qytetarëve të Republikës, po sidomos edhe të qytetarëve që vinë nga shtetet e rajonit, dhe që Prizrejt gjithnjë më atraktiv është edhe për të vizituar, por edhe për të jetuar, sepse shumë prej tyre tashmë janë duke kontraktuar, po janë duke blerë dhe patundshmëria, janë duke blerë dhe vendbanime dhe banesa për të jetuar në komunën e Prizrejt, respektivisht në Kryetar, megjithëse i përmendet vizitorët, një lajm i fundit që ka qarkulluar në media është që, domethënë, për një vit Kosova ka pranuar rreth 7 milion vizitor, natyrisht në përgjithësi po flasim, dhe kjo është bukur kur në qytetet tona secili prej tyre ofron diçka të re dhe interesimi pra është shumë i madh. Kemi numër të madh të vizitorëve edhe të huaj, jo vetëm diasporën shqiptare që kemi atje. Po, sigurisht se këti numri i kontribuan edhe Ferizaj, madje unë po besoj se numri është edhe më i madh, por sigurisht se nuk janë të gjitha këto ardhje, prurje në statistika, por faktin se e dim që në përgjithësi Republika e Kosovës, edhe komuna e Ferizajt, qyteti i Ferizajt, ka pak kujtina, ka pak hotele, por tashmë bizneset e Ferizajt gjithnjë më shumë janë duke investuar edhe në hoteliri, dhe po besoj që kjo edhe më shumë do shtoj numrin e turistëve që vinë pastaj për të kaluar net në qytetet tona, respektivisht këtë rast në Ferizaj, sepse shumë prej tyre vinë edhe bëjnë vizitë ditore dhe pastaj rikthehen, sepse Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe shtetet tjera, qytetarët e shteteve tjera janë këto afër dhe mund të rikthehen, por edhe në mungesë të kapaciteteve hoteliere. Po tashmë në Ferizaj janë duke ndërtuar disa hotele, dhe po besoj që kjo është në bazën e këtij investimi që shton numrin e turistëve që do të vinë dhe do të vizitojnë edhe Ferizajin, po edhe shtetet tjera të Republikës së Kosovës. Po, zotri Aliu, natyrisht nuk mundemi si mos ta bëjmë këtë pyetje, duke parë gjithë këtë punë që po bëni vazhdimisht, edhe e dim që tashmë subjektet politike nëpër qytete ndryshme vetëm kanë filluar të zyrtarizojnë edhe emrat për kandidat për kryetar të komunëve. Mendoni që ju mund të jeni prap i propozuarit të jemi subjektit për qytetin e Ferizajt? Ende nuk është të vendosur, po jemi në fazën e konsultimeve dhe po besoj që në kohë do të njoftohen edhe qytetarët e komunës Ferizajt, po të Republikës për kandidaturën potencialit timen në zgjedhjet që na presin me 12 tetor të këtij viti. Po, faleminderit për përgjigjen, ne ju urojmë shumë suksese me punën tuaj si kryetar i tanishëm i Ferizajt, po natyrisht edhe pse jo, nëse kandidoni prap. Çdo të mirë dhe ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve për mundësinë gjithë të mirat. Faleminderit shumë dhe urojmë që sa më shumë në Kosova Live kemi mundësi të flasim për zhvillime, për investime në për komuna, sidomos në këtë periudhë na duhet, pse jo.